Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për aktualitetin politik në vend, por do të shkojmë edhe në Kosovë, ku është sulmuar posta në Zveçan, pra në veri të Kosovës, dhe se çfarë realisht po ndodh atje. Për trajtuar këtë çështje, por edhe shumë tjera, ne kemi të ftuar analistin e njohur Ben Andoni. Zoti Andoni, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Veriu i Kosovës është sulmuar sërish. Kryeministri Albin Kurti e ka quajtur një akt terrorist. Çfarë po ndodh realisht në veri të Kosovës? Është një situatë që pak a shumë pritet. Në fakt pritet edhe që të ketë një lloj aktiviteti edhe më të dondur në, të themi, ndaj shtetit të Kosovës, për shkak sepse edhe ajo që ndodhi në Banjsk është ende e pasbardhur. Dhe ndërkohë ju e dini që autoritetet e Beogradit nuk kanë bërë asgjë për njerëzit të cilët duhet vendoseshin përpara drejtësisë. Dhe Radojčić, njeriu që ka marrë përsipër sulmin, është ende i lirë në Beograd në gjykim të lirë. Por në këtë rast, kjo sjell pak a shumë situatën që është në Kosovë. Ju e dini që qeveria e Kosovës po tregon shumë vështirësi për të krijuar, e para sepse numrat të cilat pretendon zoti Kurti po duken shumë më të vështirë se sa parashikimi i tij, dhe me çfarë duket të paktën lista serbe që tashmë ka humbur një vend, sepse një vend e ka marrë një parti tjetër serbe që përfaqësohet nga Nenad Rashić, po mundohet të vendosi një lloj balance nëpërmjet kësaj force. Ende është herët për të folur, sepse askush nuk e ka marrë përsipër sulmin, por ngelet vetëm të hamendsojmë. Ka dhe një element tjetër që qeveria e Kosovës, pak javë më përpara, ka ndërmarrë një vendim i cili është kritikuar shumë nga Brukseli zyrtar, dhe që lidhet me postën, autoritetin e postës në veri të Kosovës. Ju e dini, një pjesë e serbëve është shumë e lidhur me postën atje, për arsyen e vetme sepse marrin ndihmat nga qeveria e Beogradit, po janë të lidhur dhe me punët që bëjnë tash nga shtëpia për në qytetet e ndryshme në Serbi dhe tjera. Dhe ky sulm unë mendoj që është pjesë e pasojës së pakënaqësisë të serbëve në veri, e para të asaj që ndodhi me listën serbe, por nga ana tjetër edhe për shkak të situatës të paqartë me qeverinë e zotit Kurti, i cili në mendimin tim në mandatin e dytë të tij duhet të ishte shumë i kujdesshëm. Ndërsa ky mandat, i cili i ka dhënë atij, i ka dhënë, të themi, numrin më të madh votave, kërkon që të formojë një majorancë e cila të mundsojë qeverisjen e tij. Po me çfarë shikohet zoti Kurti do e mbajë në tension veriun, për interesat e tij dhe për atë narracionin e tij të rrezikut që vjen nga veriu, ashtu si nga ana tjetër veriun e ka përdorur shumë në zgjedhje që autoriteti i tij është vendosur edhe në veri të Kosovës. A janë këto sulme vijimsi të atyre sulmeve të mëparshme? Përmendim këtu sulmin tragjik në Banjsk, ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku, por edhe sulmi tjetër ai në kanalin Iber Lepens. Shikoni, çdo veprim që ndodh në veri, patjetër që ka lidhje. Unë madje doja të shtoja në kronikën e drejtë që bët ju, edhe dy raste të tjera kur zbuluar armatim dhe veshje kamuflazhi në veri. Unë besoj dhe këto është para aktivitet terrorist, që të paktën autoritetet e Kosovës kanë mundur ta neutralizojnë në kohën e duhur. Patjetër që është një vazhdimsi, për një arsye të vetme që autoriteti i listës serbska po vijon të zbehet në Kosovë dhe autoriteti i saj është në veri dhe është më pak në zonat e tjera të Kosovës. Për arsyen e vetëm që vetë serbët e Kosovës kanë kuptuar që lista serbe është një lloj valvule që i lidh ata me Beogradin, po shteti i Kosovës është shteti i tyre, sepse ju e dini, shteti i Kosovës është një shtet multietnik dhe ajo që pengon autoritetet e Kosovës është që nuk po arrin të bëjnë dot për serbët, të bëjnë një lloj diskriminimi pozitiv. Prandaj aktiviteti i tillë patjetër që është vazhdimsi
e aksioneve, patjetër është vazhdimësia e saj që autoriteti i zotit Kurti dhe i qeverisë së tij apo i çdo qeverie shqiptare do të vazhdojë të sfidohet në veri pa u gjetur një gjuhë e përbashkët. Dhe ju e dini gjuhë e përbashkët që po kërkon në Serbia për momentin është krijimi i asociacionit sipas marrëveshjes sore dhe aneksit sipas aneksit tori dhe marrëveshjes së Brukselit, por që për fatin e keq nuk është firmosur nga Serbia. Duke ju referuar politikave të buta që kanë ndjekur deri më tani Donald Trump kundrejt presidentit rus Vladimir Putin në rastin e Ukrainës, a mendoni se kjo mund ta inkurajojë Serbinë për të qenë më agresive në Ballkan dhe për të krijuar provokime dhe destabilitet në veri të Kosovës? Në fakt, ka disa lajme jo të mira. E para, ambasadori i ri amerikan që ka ardhur në Serbi është një militant i nacionalizmit të tyre, është një serbo-amerikan me shumë probleme ligji në vendin e vet. Mbi të gjitha një personazh që askush nuk do uronte të ishte në Beograd, i cili ka referime të hapura qoftë kundër pavarësisë Kosovës, po dhe jashtëzakonisht të themi nacionaliste. Ndërsa ajo që ju thoni për sa i përket asaj që po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës dhe ndikimit amerikan, po mendoj që do ketë pasojat e veta në Kosovë. E para nga lëshimet me çfarë shikohet që do të bëj administrata e re amerikane ndaj çdo gjëje të tyre, të rusëve, dhe ndërkohë që Rusia vazhdimisht e përdor çështjen e Kosovës, duke mbajtur si kryefjalë rezolutën 1244 për idet e veta, sepse ju e dini, janë dhe dy republika që kanë shpallë më vetësinë, Osetia dhe dikush tjetër në Gjeorgji. Dhe sensi në këtë mas është që Amerika nëpërmjet politikave të saj, duke rregulluar politikat ekonomike dhe interesat e veta, do bëj lëshime për sa i përket asaj hapësirës tashmë disa polare, multilaterale të themi të fuqive në botë, ku besoj që edhe Kosova do ketë pasojat e veta. Kemi një lajm ende inkurajues që në momentin e festimit të përvjetorit të pavarësisë Kosovës, zoti Rubio me zotin Trump kanë bërë mesazhe urimi jashtëzakonisht të përzemërta, nga ku mund të kuptoje që administrata do vazhdonte të ishte e dedikuar për Kosovën. Por sot që po flasim, ende nuk ka një akt zyrtar, madje, ju e dini që në Kosovë, ashtu si në gjithë vendet e tjera, janë prerë edhe fondet të cilat lëvroheshin nëpërmjet USAID-it, të cilat kishin impakt shumë të madh. Pra në këtë moment që po flasim kemi një lloj status quo-je dhe ende po pritet ai qëndrimi zyrtar i Beogradit si pasojë e asaj që do shikojmë nga administrata amerikane. Më saktë, vendimet e para të administratës amerikane për rajonin, për dialogun dhe ndoshta njeriu i cili do përfaqësojë të themi politikën e tyre ose një dërguar special për rajonin. Por personalisht dyshoj që ata të kenë një personazh të tillë, për arsyen e vetme që Kosova me çfarë shoh nuk zë ndonjë vend shumë të rëndësishëm për ta tashmë politikën e jashtme. Çfarë do të thotë marrëveshja në fushën e sigurisë midis Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, gjë të cilën nuk e ka pritur mirë Beogradi, duke ju përgjigjur me një marrëveshje me Hungarinë, po në këtë drejtim? Shikoni, nuk është marrëveshje, është deklaratë. Dhe të themi është një nisëm, sepse ka të bëjë shumë kjo terminologjia për sa i përket të drejtës ndërkombëtare. Dhe në këtë të themi nisëm, e cila ka prodhuar një deklaratë, të tre vendet tona janë të angazhuar tashmë për ndihmën dhe për bashkëpunimin dhe sidomos të themi për përgatitjen e kuadrit, sidomos Shqipëria dhe Kosova që janë pjesë e NATO-s, për ta ndihmuar Kosovën dhe nga ana tjetër për të shfrytzuar infrastrukturën, për shembull Shqipëria ka infrastrukturë për armët konvencionale dhe tjera,
për interesat të së ardhmes. Por Serbia, ju e dini, ka përdorur këtë element dhe madje në orët e fundit ka shkuar shumë më sipër sepse ka bërë një marrëveshje me Hungarinë, që ju e dini dhe Hungaria është vend i NATO-s, duke kërkuar në një farë mënyrë ta balancojë këtë pjesë të nismës së vendeve tona. Por kjo nismë ka një gjë të madhe sepse në një farë mënyre është ndihmëse për Kosovën për të ardhmen, sepse nga karta Adriatikut ku Shqipëria, Kroacia, Slovenia dikur kanë qenë vendet themeluese bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ishte të themi pragu ku ti futeshe në NATO, tashmë të jep mundësi dhe Kosovës që nuk është vend i NATO-s, pa administrohet nga NATO, që deri në vitin 2029, kur procesi ushtrisë do të mbarojë atje, që do themelohet zyrtarisht ushtria e Kosovës, Kosova të gjej mundësit, të gjej kanalet që t'i bashkohet të themi aleancës në të ardhmen. Dhe kjo e ka vështirësuar shumë në racionin e Serbisë, por është parë dhe si goditje ndaj Serbisë për autoriteteve. Por duhet theksojmë diçka. Në këto momente Serbia është gjendur e pa përgatitur edhe për një element tjetër, sepse ata ende janë pa qeveri, janë me qeveri në funksionim, qeveri të themi në detyrë, sepse për shkak të protestave që po ndodhen, ata janë gati në një lloj ceitnotit, përdorim një fjalë, ku ende kanë të paqartë atë që do të vijojë me politikën e tyre, do jenë para zgjedhjeve, do arrihet një marrëveshje për të mbyllur protestat apo tjera. Çfarë po ndodh mes Greqisë dhe Turqisë, teksa para pak ditësh ka pasur thirrje anti-turke gjatë paradës së pavarësisë së Greqisë, gjë të cilën Ankaraja ka cilësuar si provokuese? Po shikoni, janë të përhershme, ndërkohë që në këtë moment patjetër që janë theksuar për një element të vetëm që ju e dini interesat e tyre janë të theksuara tashmë për atë pjesën e bashkëpunimit ekonomik me njëra tjetrën. Po nga ana tjetër edhe të konjunkturave të reja që po merr Turqia në rajon. Ju e dini që Turqia është vendi më i fortë në rajon tash dhe ka neutralizuar në hapësirën e vet, ka neutralizuar dhe Iranin. Dhe me këtë fuqi Turqia qoftë në ndikimin në Ballkan dhe qoftë më tepër, ju e dini problemin më të madh që ka të afërt është problemi me Greqinë. Dhe prandaj vazhdimisht, qoftë në Greqi, qoftë në Turqi, ky narracion është vazhdimisht i përhapur. Por keni parasysh që të dyja vendet e kanë pjekurinë e dur për t'i kaluar këto situata dhe kanë ruajtur këtë marrëveshjen e marrëdhënieve që kanë ndërmjet tyre, kanë disa marrëveshje shumë kujdesshme. Ato rregullojnë të gjithë marrëdhënien që kanë ndërmjet vendeve të tyre. Dhe për shembull, mos ishte tani arrestimi i kryebashkiakut të Stambollit, ju e dini që ishte parashikuar një vizitë e kryeministrit grek atje, që do të thotë shumë për zbutjen e marrëdhënieve, po edhe për shikimin e marrëdhënieve në kuadër të konjunkturave të reja që po ndodhen. Të ndalemi në aktualitetin politik në vend, si e komentoni atmosferën e skenës politike teksa vendi po shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 11 majit? E shikoj të polarizuar jashtëzakonisht, me një pozitë e cila kërkon dhe tregon projeksione të Shqipërisë madje edhe pas mandatit 4, sepse edhe projekti tyre për vitin 2030 e tregon diçka të tillë. Dhe nga ana tjetër një opozitë që mëton të vinë në pushtet, po që duket ende që është e paprigatitur dhe e paetur, të themi, të përdorim një fjalë për pushtet. Dhe kjo duket të paktën nga listat që bën, nga listat e mbyllura, sepse ke listat e hapura është diçka krejt tjetër, po dhe nga mënyra e paqartë se si e kanë treguar programin e tyre. Për shembull, sot zoti Berisha disa herë kanë kapur në gabim për gjëra të cilat parashtronte. Ashtu si nga ana tjetër, zoti Rama flet për projeksione shumë strategjike, shumë të mëdha, që për fatin e vet
përkojnë me mandatin, me këtë mandat qeverisës, sepse Shqipëria me modalitetet e reja të Bashkimit Evropian ka mundësi që të integrohet brenda vitit 2029, dhe duket që zoti Rama do bëjë çmos që të jetë në pushtet, sepse i duhet ky moment, e para për histori, po e dyta edhe të tregoj që të 4 mandatet e tij nuk janë rast i humbur për Shqipërinë, po janë, të themi, kreu i asaj që pati zhvillimi i vendit mbas vitit 90. Dhe kjo fushat, me pak fjalë, është gënjyse për sa i përket asaj që ne nuk i pam palët të ishin përballë njëra tjetrës, që do të thotë zoti Rama të ishte me zotin Berisha dhe të na i shpalosnin vizionet e tyre përballë, ashtu si nga ana tjetër atë pjesë të kodit zgjedhor e cila nuk mundsoi të paktën që zgjedhjet të ishin pa lista të mbyllura dhe të ishte një magjoritar i pastër, ku individët të përballeshin me njëri tjetrin dhe të merrte fund kjo maskarada e madhe e asaj që më shumë se 1/3 e deputetëve zgjedhet nga kryetari. Si e komentoni rikthimin e përfaqësuesve të Obdatit në SPAK? A është kjo një shenjë për vijimin e mbështetjes amerikane të strukturës së posaçme, apo është thjesht një çështje rutinë burokratike? Shikoni, patjetër janë të dy elementet. Mjafton prania autoriteteve amerikane që tregon që administrata e tyre është e dhënë për reformën tonë. Po megjithatë, reforma jonë në drejtësi përtej SPAK-ut, që ka sukseset e veta, po edhe zhgënjimin që po i krijon publikut me ngadalësinë e veprimeve të veta dhe GKK-ja, ka një problem për pjesën tjetër të sistemit të drejtësisë, ku mira dosje janë stoqe, dhe me këtë stok nënkupton që problemet e shqiptarëve me pronat, me çështjet e tjera janë të bllokuara. Dhe kjo mbështetje e autoriteteve amerikane është më shumë për ta trimëruar SPAK-un, po edhe për të treguar në administratën e tyre që ata e ndihmojnë demokracinë, sesa asgjë tjetër. Po ju e dini, peshën financiare të SPAK-ut është provuar dhe tashmë dihet që mban shteti shqiptar dhe strukturat e Bashkimit Evropian. Megjithatë, kjo prani e tyre tregon që ende Shqipëria është në fokusin e tyre dhe po them që mendoj që është një lajm i mirë. Por lajmi i mirë nuk është që ju e dini prej 2 vjetësh ne nuk kemi ambasador amerikan të akredituar në Shqipëri. Sa gjasa ka që të goditen element të politikës përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, apo SPAK do jetë vetëm i fokusuar te pjesa e krimeve zgjedhore? Është e pamundur, për arsyen e vetme që ju e keni dëgjuar dhe justifikimin e SPAK-ut pak më përpara, i cili ka thënë që nuk, për zotin Berisha, nuk do ketë goditje para zgjedhjeve, ashtu si me politikën e tyre ka treguar SPAK-u që nuk do të ndikojë në zgjedhje duke goditur personazhet kryesore. Dhe unë personalisht besoj që ata do mbajnë këtë profil dhe do merren më shumë me procesin zgjedhor, mënyrën se si do zhvillohet procesi, sepse me këtë do japin një atribut të mirë organit të tyre. Megjithatë, SPAK-u të ngel në kuriz ngel ajo që për 2 dosje të rëndësishme ku pitesh realisht reagimi i tyre, dosja e Durrësit dhe dosja e Dibrës, ata nuk dhanë rezultatet e pritshme, nuk bën një, të themi, nuk bën një proces dhe ta çonin si duhet në gjithë kohë, që të tregonte realisht që ata ishin të përfshirë dhe do merreshin realisht me krimin zgjedhor. Prandaj në këtë rast, ata duan të shtojnë vetes tyre atributin që kanë kontribuar dhe në zgjedhjet, sepse një nga detyrat e Shqipërisë është që të bëjë zgjedhje të mira. Dhe po mendoj se këtu do jetë dhe angazhimi i tyre dhe asgjë më tepër. Si e gjykoni publikimin e katalogut sa i përket pasurive të konfiskuara lidhur me pasuritë konkretisht të dhëndrit të Berishës, por edhe të vilave, po themi, ose pasurive pronave të ish bashkëshortes së Ilir Metës, Monika Kryemadhi. Dhe kur publiku gjendet përballë një situate të tillë, çfarë do thot vetë kjo për qytetarët e varfër shqiptar, por nga ana tjetër, a ka SPAK dosje të tjera
që mund të ketë sa i përket sekuestrimit të pasurive të paluajtshme apo dhe të luajtshme? Patjetër, për nis nga fundi, patjetër që duhet të ketë, dhe normalisht nga ajo që kemi parë dhe mënyrën, modalitetet e reja si do veprojnë, duket që ata tashmë do merren edhe me pjesën pasurore. Sepse për një pjesë të individëve duket që është luks të mbash në burg pa i prekur asetet e tyre. Ndërsa për sa i përket shpalljes katalogut, po mendoj që është një nga veprimet më të mira që kanë bërë autoritetet këne, e para që publiku të shohë realisht masën e korrupsionit, po nga ana tjetër të identifikojë realisht dhe personazhet që i kanë këto, dhe që shesin moral dhe që në çdo moment tregojnë që janë të pastër. Unë nuk e di çfarë morali ka ngel këtyre njerëzve, të cilët kanë emra tashmë në asetet e sekuestruara, për t'i treguar më publikut që ata e kanë përdorur Shqipërinë për interesat e tyre. Mendoj që është një nga aktet më të mira që është bërë dhe shpresoj jashtëzakonisht shumë që ky katalog të pasurohet më shpesh dhe mos të pasurohet një herë në vit, po të pasurohet një herë në 6 muaj, sepse do i bëj shërbimin më të madh shqiptarëve për të parë realitetet në të cilët gjenden. Të kalojmë pak në kampin opozitar, ku kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendon se konsulenti i tij i fushatës elektorale Kris Lasivita do bëjë diferencën e madhe në këto zgjedhje, ajsa deklaroi që do t'ja bëj surprizë kryeministrit Rama që mund t'i bjerë me kokë tavolinës në momentin që ai do të vinë në Shqipëri. Si mendoni, Berisha po e shet thjesht për propagandë figurën e Lasivitës, apo ka në dorë, po themi, një as në mëng për të bërë diferencën në zgjedhjet e 11 majit? Shikoni, do bënte diferencë në mendimin tim në qoftë se zoti Lasivita do ishte në Shqipëri dhe do njihte realitetin shqiptar. Njëri i cili ka ardhur vetëm një herë nuk mund bëj dot diferencën, cili do qofte ai. Për arsyeën e vetme që pa njohur qerthullin shqiptar e ke shumë të vështirë jashtëzakonisht shumë të vështirë të penetrosh si duhet për të drejtuar pastaj forcën politike që ke marrë në drejtim. Po me çfarë shikoj dhe me angazhimin që po bën zoti Berisha në terren, madje një moment ka thënë që tashmë në fushat do përfshihen dhe individë të tjerë, sepse duket që fizikisht e ka të vështirë. Besoj që ndihma e zotit Civitas është thjesht nga jashtë, thjesht për të trembur kundërshtarin që ata kanë pas një profesus të tyre, sesa realisht ai njeri do ndihmoj Partinë Demokratike. Në mendimin tim ai tashmë duhet ishte në Shqipëri dhe ta ndihmonte fushatën. Zoti Andoni, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit. Dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.